Një tjetër rast i mosdeklarimit të parave që dyshohet se vijnë nga aktiviteti kriminal është goditur në portin e Durrësit. Në kuadër të operacion Fluksi, është bërë i mundur arrestimi i Albert Atias, 34 vjeç, banues në Berat, dhe Adrian Bellos, 51 vjeç, banues në Elbasan. Të dy të arrestuarit ishin drejtues të autobusit, ku u gjetën të fshehura shumat e parave dhe mallrave që tentuan t'i kontrabandonin për në Shqipëri. Në kuadër të kontrollit të ushtruar në autobus, është bërë i mundur sekuestrimi i 176.190 eurove, $500 dhe 50 eurove të falsifikuara të fshehura në një autobus që vinte nga Bari. Pas dyshimeve që autoritetet kanë pasur, mjeti është nështruar një kontrolli të imtësishëm, ku përveç eurove u sekuestrua edhe një pako me fishek çifteje dhe një sasi mallrash, shishe vere, pije të tjera alkolike dhe mallra të ndryshëm. Ndërkohë, vijon puna për identifikimin e shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm, të cilët kanë ndihmuar apo favorizuar drejtuesit e këtij autobusi dhe të autobusëve të tjerë të kësaj shoqërie gjatë hyrjeve ose daljeve nga porti i Durrësit.